ata në disa elemente. Kështu që këtë si logjik për mua është ka të drejtë. Dhe nëse ne fillojmë me një vizion që është më i vogël, do rrim në fund me një rezultat që është edhe më të vogël. Kështu që do vetë një të shkrepse. Po. Po ndoshta rrezikojmë që të vetemi edhe pa port fare, sepse investitori pra Alabari po bën presion për të rinisur punimet aty për ndërtuar pallatet. Ka rrezik që të ndodhë edhe kjo, që nga një port gjigant që planifikojmë dhe është dëshira që të bëhet, nga një pjesë të paktën, tani mund të bëhemi pa gjë fare. Të jemi pa port. Këta do ishte shumë, le themi, humbje e shansit. Besoj që Shqipëria ka shumë bregdet, edhe ka shumë mundësi për ata që duhet të ndërtojnë hotelet ose pallatet në vende të tjera, por nuk do ketë shumë portet. Kështu që besoj që prioriteti duhet të jetë portin, nëse ka edhe lidhjet me ushtrie përmes NATO-n, këtë është prioriteti i parë, edhe çdo gjë duhet të jetë sekondare me këtë. Pra edhe çështja aq më tepër e NATO-s tani duke pas parasysh edhe situatën gjeopolitike. Po. Edhe besoj që Shqipëria do ketë një rol më të madh, jo vetëm për Ballkan, sepse tani është përfolur që Shqipëria dhe Kosova do jenë përfshirë në Gaza, kështu që sa më shumë lidhje që kemi ne me portin, me aeroportin, me gjithë transportin, aq më pozitiv, sepse nga ata 5 pompet që janë përmendur në lidhje me Gaza, Shqipëria është më të afër, kështu që besoj që ka edhe disa elemente që janë, domethënë se jo vetëm për Ballkanët, por edhe për rajonin. Jeni kënaqur me klimën e biznesit nga 2013 dhe tani si ka ardhur kurba, në ulje apo në ngritje? Unë jam fokusuar në disa projekte, jo gjithmonë këtu në Shqipëri. Ata që kanë në Shqipëri janë më shumë në financë, kështu që ata janë stabil. Unë kam parë dy, le të themi, vizion për ekonomi. Një po shkon shumë mirë dhe një është akoma vështirë. Ata që janë përfshirë me le të themi pasuria që janë nuk janë patunshëm, janë më shumë si IT ose diçka që nuk preket me dorë, ata po shkojnë shumë mirë. Ata që janë lidhur me ndërtimet po shkojnë mirë, por kanë dyshim edhe me pasuri parash, edhe me gjëra të tilla. Ata që janë në prodhim, në përgjithësi kanë pas vështirësi. Kështu që sa më shumë lidhje projekti ka me pasuri patunshme, aq më vështirë ka qenë. Shqipëria si vend, si një pikë për të bërë bizneset në cybersecurity, besoj që do zhvillohet. Në pikë që bëhet me financë është stabil. Një pikë që bëhet me ndërtim ka pasi ngritje, por nëse është lidhur me burimet e dyshimit, këta do jetë vetëm një diçka përkohshme. Zoti Crawford, si shikoni përtej bordit paqes në vitin e dytë të mandatit të dytë të presidencës së zotit Trump, ambasadën amerikane në Tiranë, duke sigur ka një tërheqje si të lehtë, si domethënë ndoshta e distancuar, jo shumë e pranishme në zhvillimet politike, më parë mësuar, edhe nëse do marrim rastin e shembullit të zonjës Balluku për imunitetin, ndërkohë që po ta krahasoni më përpara mund të kishim ja 3-4 deklarata. Ose vizita në kryeministri, por tani duket sikur më e tërhequr. Jam gabuar unë në këtë gjykim apo edhe ju kështu mendoni? Këtë është diçka që për mua është më normale, se normalisht në çdo kom në botë, ambasada amerikane nuk është në front page në media, domethënë për mua, nuk bën deklarat për javë në media. Ka shumë punë që bën edhe vazhdojnë të bëjnë, edhe besoj që edhe këtu të ambasada amerikane ata vazhdojnë siç kanë qenë, por ndoshta janë më shumë diplomatë dhe janë brapa skena. Kështu që këtë është diçka që është tepër normale, ne kemi një chargé d'affaires që është shumë e aftë, ajo është me fuqi plot për të bërë çdo gjë që është kërkuar nga sekretari Rubio dhe Departamenti i Shtetit. Kështu që nuk kemi ambasador, por asnjë kom në Ballkan Perëndimor ka një ambasador për momentin.
këta ka disa arsye, edhe nuk kanë lidhje drejt për drejt me Shqipërinë as me qeverinë këtu, është që brenda Amerikës, situata brenda vendimet e administratës Trumpit, por unë e shoh që ata kanë qenë më të tërhequr nga një pikpamje, por këta situatë është më se normale të jetë më të hequr, sepse nuk ishte shumë normale përpara që ambasada ishte pothuajse për ditë ose për javë në media duke bërë deklarate. Normalisht ambasadat bëjnë gjërat për mbrapa s'ka. Edhe diçka të fundit kam në aspektin po ekonomik. Mendoni që konflikti në lindje do na prek më shumë se kaq, pra do fillohet apo gjërat pak a pak do shkojnë aty ku ishin? Do kthehemi në normalitet shpejt. Unë shpresoj që do kthehemi në normalitet i shpejt. Unë jam pjesë të Partisë Republikane dhe kam një zë atje, por unë kam votuar pjesërisht për Trump, sepse ai tha që nuk do fusemi prapë në luftë në lindje e mesme. Kështu që e kuptoj që nganjëherë duhet të bëjmë aksion për disa arsye, për sigurimin e kombit dhe aleatët tonë. Dhe këta kemi bërë edhe përpara, por nuk besoj që Amerikanët kanë urreks për një luftë të gjatë atje. Unë e kam parë që kur ne bëjmë regime change edhe ndryshojmë udhëheqjet e kombeve të tjera, ne mund të bëjmë këta, por nuk ka pas një rezultat shumë të duhur. Edhe për momentin ne kemi heq Ayatollah Khomeini i vjetër edhe kemi zvoncuar me Ayatollah Khomeini tjetër, kështu që edhe demokracia nuk mund të importohet. Vetëm këta nuk duhet të ishte qëllimi i aksioneve. Nëse qëllimi i aksioneve ishte për të degraduar mundësitë të tjera për të nisë një roket ose armë bërthamore, këta është diçka tjetër. Por unë besoj që ne shumë shpejt do vim në një pikë që duhet të vendosim a kemi arrit qëllimin që kemi për punë që kemi për të bërë në Iran. Për vendet e tjera besoj që është në rrugën e duhur. Trumpi solli paqen ose një formë të paqes. Edhe ishte një situatë delikate dhe shumë vështirë në Gazë. Edhe kur ai solli paqe nuk është që solli paqe që ishte shumë pozitiv, por aq që mund të bëj ai bëri. Edhe shpresoj që edhe Kosovë edhe Shqipëri do jetë një pjesë pozitiv të ardhmen për situatën atje, se këto është diçka që është shumë vështirë dhe ndërlikuar. Por besoj që Shqipëria dhe Kosova kanë marrëdhënie pozitive me perëndimore dhe me lindje dhe me bota islamike dhe me Izrael. Kështu që kemi një shans dhe kaq na duhet shans për të bërë gjë pozitive. Kështu që shpresoj që do kemi edhe shumë paqe shumë shpejt me Iran. Derisa të kemi paqe, ne e dim që Iran është duke shëmbuar kombet të tjera kibernetike dhe raketet. Unë nuk kam shumë frikë për raketet këtu, por për sulm kibernetike. Një sulm në kuvent, administrata e kuventit. Po, këta është duke ndodhur, ka ndodhur përpara dhe do vazhdoj të. Kështu që këta, nëse do isha unë pjesë të vendimtarët në Shqipëri, nëse jemi duke folur për ata 5% të NATO-s, ku do shkoj investimet, unë do shkoj të investoj në mbrojtje kibernetike, në mbrojtje nga armët biologjike, si që ishte Covid, dashje pa dashje kështu ndodhi. Kuptohet ne duhet edhe fishek edhe gjëra të tjera, por besoj që Shqipëria do ketë një sulm kibernetike më shumë se një luftë drejt për drejt. Pra mendoni që mund vazhdoj kemi prapë sulme kibernetike? Unë nuk e kam parë ndonjë shenjë që këta do ndaloj. Këta është diçka që ka ndodhur përpara dhe është duke ndodhur që tani. Marko, të falenderoj shumë për bisedën dhe çështjet që trajtuam. Ti jam i njohur shumë. Faleminderit. Të uroj më të mira. Të falenderoj.